Shkojmë me pjesën e dytë. Sa kile humbi Renata me paketën Fit9, të cilën e mori pas 2 muajsh pasi kishte mbaruar paketën e parë me detox me Kalosnep. Në total Renata ka humbur shumë kile nga ajo që unë dhe ajo së bashku prisnim, sepse siç e themi gjithmonë, humbja e kileve ka të bëjë shumë dhe me organizmin e gjithë secilit. Duke qenë që tek paketa e parë, siç e thash, që ajo nuk po humbte më kile pas javës së parë, pastaj organizmi i saj u zhbllokua, Renata gjatë asaj periudhe nga 6 kile i kishte vënë sërish 2 kile. Por kjo nuk na pengoi ne që të shkonim dhe të arrinim një super rezultat, sepse me paketën Fit9 Renata pasi e mbaroi, nuk u peshua, por do të thotë që produktet funksionojnë dhe më pas pasi trupi jonë është zhbllokuar nga toksinat e nga çdo gjë tjetër. Në total ka humbur plot 10 kilogram. Mund t'ju duket e pabesueshme, po kam bisedën me të dhe sigurisht jemi shumë të kënaqura, sepse sot më shkruajti që Nila kisha humbur dhe minus 1 kile akoma, pavarësisht ajo produktet i ka mbaruar, thjesht duke ushqyer shëndetshëm, duhet ta theksojmë këtë gjë, Renata akoma heq kile. Ky është një super rezultat, sepse në total jemi minus 14 kilogram dhe besoj që ajo akoma do heqi kile nga organizmi i saj, duke qenë që tashmë është e zhbllokuar. Tani më thoni, funksionojnë këto produkte apo nuk funksionojnë? Sigurisht rezultatet janë personale dhe variojnë nga njëri person tek tjetri. Bye!